Sali Berisha e sheh si presion ndaj gjykatës kushtetuese komentin e kryeministrit Edi Rama në podcastin e tij, ku foli për vendimin e pezullimit ndaj zëvendës kryeministres Balluku. Edi Rama thot në avokatinë e tij të turpshme të vjedhjeve të tij me Lubi Ballukun në tunelin e Llogaras dhe në një presion të hapur ndaj gjykatës kushtetuese, ju tha shqiptarëve se Komisioni i Venecias është shprehur kundër pezullimit të ministrave nga detyra. Por Berisha thot se i është drejtuar ministres virtuale të qeverisë Rama për t'u informuar nëse ka raportet Komisionit Venecias mbi precedent të pezullimit të ministrave. Diella thot se nuk ka asnjë raport të Komisionit të Venecias për pezullim e ministrash konkret as në tërësi, por ka raporte vetëm për të zgjedhurit vendor. Pyetja ime është, kush gënjen? Diella apo Rama? Apo kujt i besojmë? Diellës që është e paanshme apo Ramës të zhytur gjerë në vesh në aferën e pistë të tunelit të Llogaras? Të martën gjykata kushtetuese do të mblidhet në dhomë këshillimi për të vendosur nëse do të pranojë të shqyrtojë në themel kërkesën e kryeministrit Edi Rama për zgjidhje të mosmarrveshjes së kompetencave mes pushtetit ekzekutiv dhe atij gjyqësor. Një tjetër pikë e kësaj kërkese është dhe pezullimi i efekteve të vendimit të gjykatës së posaçme, si dhe shfuqizimi i pjesës së masës ndaluese të pezullimit të ushtrimit të detyrës nga zëvendës kryeministria Balluku.